صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi tek Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shumë të tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala me shpjegimin e librit El-Adab al-Shar'iyya të autorit Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah. Në kapitullin në vazhdim autori flet për dispozitat, rregullat e dhënies së selamit, kush është më meritori ose kush është ai i cili duhet me filluar me selam, kuna duhet me i dhënë selam, kuna lejohet me i dhënë selam dhe kuna nuk lejohet me i dhënë selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxit që muslimanët mes vetit të bojnë garë ose të shtyhen mes vetit se cili të jep selam tjetrit. Nga se në hadithe të sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se ai i cili fillon selam i pari është më i mirë, ose ka shpërblimin më shumë ai i cili fillon me selam. Nxiton me selam është i pari i cili jep selam para se me dhënë selam tjetër, dhe kjo është çështje e rëndësishme. Pasi që në javën e kaluar përmendëm rregullat të cilat lidhen me selamin dhe pozitën e selamit në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Përshëndetja me selam është simbol prej simboleve të Islamit, madje simbol prej simboleve më madhështore që ka feja islame është përshëndetja Assalamu alaikum wa rahmatullah, mbi të cilën mbështetet besimi dhe mrenat si cilit është emri i Allahut subhanahu wa taala, i cili ose një prej emrave të Allahut subhanahu wa taala është selam. Në bazën e përshëndetjes bazohet besimi, imani, për shkak se në hadithën e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el muslimu men salima al muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Musliman është ai nga gjua dhe dora të cilit janë të sigurt muslimanët e tjerë. Mbi përshëndetjen realisht duhet të më ndërtu siguria. Kur dikush prej muslimanëve të jep selam, më nuk duhet më rujt me tina. Nuk duhet me prit kur ai bën shef diçka me gjuhën e tij ose kur ai bën shef diçka me dorën e tij. Pastaj është detyrë besimtarëve me shpërnda emrin e Allahut subhanahu wa taala, me përmend emrin e Allahut subhanahu wa taala ndër besimtarët dhe me praktikuar atë që e praktikon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e parë me fillu me selam i pari, gjithë secili prej neve më munduhet që të jetë i pari ai që jep selam. Pastaj ai që është vetëm ose ata të cilët janë më pak t'i japin selam atyre të cilët janë më shumë, janë grup. Ai i cili është duke ecë me dhënë selam atyre të cilët janë ulur dhe kështu me radhë. Mbi këtë ndërtohet besimi për shkak se kur fillon njëri ngutet me i dhënë selam tjerëve, nuk ka paragjykim, nuk ka mendim të keq për ata. Kurse kur e vanojnë njerëzit me devijime në çështjet e imanit, kur e vanojnë selamin, kanë rezerva në
imanin e atyre të cilë u vanojnë selamin ose pritin që ata më dhanë selam. Dhe kështu nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kështu nuk kanë qenë sahabët. Nëse sahabët janë shpejtu, janë ngut kush po jep selam më përpara tjetrit dhe kur kanë qenë vetëm nga dhënë atyre cilët kanë qenë grup dhe kur kanë qenë duke ecë kanë dhënë selam atyre të cilët kanë qenë ulur. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u jepte selam muslimanëve. Pastaj në hadithet e sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka dhënë selam edhe fëmijëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përshëndet me selam edhe gratë. Transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kaluar thot ka ne dhe ne kemi qenë fëmijë, na kanë përshëndet me selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar ka fëmijë Medine, me se cilë ka qenë edhe Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve në ka dhënë selam. Kjo në një është modestia, thjeshtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën duhet me ndjek gjithsesi besimtar. Për shkak se kur vjen dyshimi prej shejtanit, thot para se larg kur shef edhe e menon tash, a unë jam më e madhe ky, tash me frita me dhonë selam, a më dhonë ajë. I kom dhonë në selam jo në kalume të këto kem krit gabimet e cilat nuk i ka bo, ose veprimet e cilat nuk i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur hezda rrugës dhe në rrugë takon të fëmijëve i jepte selam. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë selam edhe grave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcaktuar një ditë, një javë me ju mojt ders grave në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Hadithën e transmeton Imam Tirmidhiu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në mesjid, kur ka hyrë në xhami dhe aty ka qenë një grup i grave, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përshëndetur ato me selam. Por kthimi pastaj i selamit nga gratë është më mirë në bon në heshtje se sa më bon me zëmbënartë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përshëndet gratë me selam dhe lejohet gratë me i përshëndet me selam pa i pas familjes, pa i pas mahrem dhe ato lejohet edhe duhet me këthi selamin, por ma mirë është me këthi selamin me heshtje në mënyrë që ato e ndëgjojnë, por nuk ndëgjohet aleikum selam vetëm nga të tjerët. Çështja tjetër është më dhënë selam pabesimtarëve, të cilët jetojnë me garanci në shtetin islam dhe dispozita e dhënies së selamit atyre të cilët nuk janë besimtarë dhe nuk jetojnë me garanci në pushtetin e shtetit islam. Pabesimtarë fillimisht në aspektet në anën regulative, administrative janë dy lloje. Një lloj i pabesimtarëve, të cilët jetojnë në rregullat e shtetit islam dhe quhen dhimmi, njerëz të cilët jetojnë në shtetin islam, mrena kufive të shtetit islam. Dhe sipas rregullave të ligjit të shariatit, të cilët i mbron shteti islam jetën e tyre, e mbron pasurinë e tyre, edhe mbron nderin e tyre,
ata i përgjigjen rregullave të vendosura nga shteti islam, por në vetveten e tyre janë pabesimtar. Dhe ata të cilët janë pabesimtar qafira lejohet me jetuar në shtetin islam. Jetojnë dhe janë të sigurt. I mbron shteti jetët e tyre, i mbron pasuritë e tyre, edhe mbron nderin e tyre. Ata janë të sigurt mbrenda shtetit islam. A lejohet me dhënë këtyre selam, a nuk lejohet? Për shkak se selami ka disa kuptime. Prej kuptimit që e ka përshëndetja Esselamu Aleikum, siguria, paqja e jonë qoftë mbi juve. Cila është paqja e vërtet? Cila është siguria e vërtet? Siguria e vërtet është ajo të cilën e vendos shteti islam. Atëherë ne dëshirojmë të gjithëve një siguri të tillë. Me lëvend që nuk guxon kërkush me tërë gjakun e tretit pa të drejtë, me lëvend ku kërkush nuk guxon me prek pasurinë e tjetrit pa të drejtë, me lëvend ku kërkush nuk guxon me prek nderin e tjetrit, të dëshirojmë të gjithëve. Kjo një prej aspekteve. Edhe në këtë drejtim, shteti islam ju ka dhënë atyre siguri, për shkak se po të mos u jepte shteti islam atyre siguri, ata nuk mund me jetue në territoret e shtetit islam. Pastaj, kur jetojnë ata me muslimanët, bojnë tregti me muslimanët, bojnë udhëtime me muslimanët, punojnë në vende të përbashkëta me muslimanët, dhe është e vështirë pastaj për shkak se ambientohen me muslimanët, edhe ata mësohen e japin selam muslimanëve, po edhe muslimanët e kanë të vështirë pastaj me e kuptuar cili prej tyre është ashtu, cili prej tyre është ashtu, dhe vjen përshëndetja me Esselamu Aleikum. A lejohet apo nuk lejohet? Është pyet Imam Ahmedi, Allahu subhanahu wa taala e pasmëshirue, cili është mendimi i jotë me i dhënë selam pabesimtarëve të cilët jetojnë me siguri në kufit në territoret e shtetit islam? Imam Ahmedi, Allahu e pasmëshirue, thotë kjo nuk është mua që më lën ndonjë përshtypje. Nuk është që më lën ndonjë përshtypje dikush për muslimanëve me i dhënë selam dikujt i cili nuk është musliman. Nga kjo kanë përmend dietarë se nuk është e nivelit të ndaluar haram me dhënë selam atyre të cilët nuk janë besimtarë, por që jetojnë me rregullat e shtetit islam në territoret në të cilat gjikohet sipas asaj që ka thënë Allahu dhe sipas asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej dietarëve kanë thënë nuk ka problem. Mi dhënë selam atyre pabesimtarëve të cilët jetojnë në territoret e shtetit islam me leje nga udhëhecit e muslimanëve, për shkak se atyre veç është duke ju ofru siguria dhe paqja të cilën u afruan me përshëndetjen e Esselamu Aleikum. Disa tjerë mendojnë se nuk është e nivelit të haramit të lartë, por është në nivelin asaj që është e urrëtur. Dhe mendimi ose argumentimi më i fuqishëm është se është e urrëtur, nuk është e nivelit të përgjithshmërisë me u dhënë selam të parë atyre të cilët nuk janë besimtar, por që jetojnë në rregulla dhe në territoret e vendeve në të cilat gjikohet sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me dhënë iniciativën në ose besimtar me marrë iniciativën me dhënë selam atyre nuk është e dëshirueshme, por nëse ata japin selam, nuk është ndonjë problem me u kthye selamin atyre. Pra të pabesimtarët të cilët jetojnë
në shtetin islam, sipas të rregullave të përcaktuara nga shariati, me leje të udhëheqjeve të muslimanëve, nuk është mirë që na me nxitu, ose muslimanë me nxitu me Allahun selam atyre, por nëse ata u japin selam muslimanëve, nuk është ndonjë problem me kthye selamin për ta. Kurse në atë që është transmetuar saktë në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka dhënë selam grupit të njerëzve, në mes të atij grupi ka pas edhe jehudi, ka pas të atyre që nuk kanë qenë muslimanë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, në grup njerëzve, në atë grup kishte musliman edhe kishte jehudi, kishte të atyre të cilët nuk janë musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë selam të gjithëve, edhe në këtë rregull nuk ka përjashtim me i njoft njerëzit gjithë secilin besimin e tyre, pastaj me dhënë selam, porse nëse mendohet se në atë grup të njerëzve ka musliman, edhe nëse s'ka musliman, edhe nëse ka të tjerë të cilët nuk janë musliman, lejohet me dhënë selam atyre. Se përket pabesimtarëve në aspekte regulativ, pra janë dy lloj, ata pabesimtarë të cilët jetojnë në sundimin e shariatit, që nuk ka problem, por nuk është mirë me nxitu me dhënë selam atyre, e nëse ata na japin selam nuk është problem me ia kthy, dhe pabesimtarë të cilët nuk jetojnë në rregullat dhe vendet të cilat gjikohen sipas fjalës së Allahut subhanahu wa taala, atyre as nuk lejohet me dhënë selam, as nuk lejohet me u kthyer selamin ashtu sikur që ja kthejmë selamin ndaj njëri tjetrit. Dhe këtu një çështje tjetër pastaj është rëndësi. Nga se edhe muslimanët në aspektin rregullativ ndahen në dy grupe. Në një, muslimanët të cilët jetojnë në vende në të cilat gjykohet sipas ligjit të Allahut subhanahu wa taala, dhe muslimanët të cilët jetojnë në vende në të cilat nuk gjykohet sipas asaj që ka zbritur Allahu dhe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në gjykimin e njerëzve, në gjykimin me iman, me islam ose me kufër, nuk bëhet për shkak të gjykimit në ato territore, por për shkak të deklarimit të banorëve të atij vendi. Pra njerëzit në një vend nuk janë musliman vetëm nëse gjykohet në atë sipas shariatit, por në secilin vend që banorët e atij vendi deklarohen musliman, gjykimi i përgjithshëm mbi ta është se ata janë musliman. Dhe kur jep selam dikush me ty me kthehet pa ndonjë rezervë, edhe kur do që i takon ata, nxitohet pas një problemi me dhënë selam atyre. Pra njerëzit gjykohen sipas asaj që deklarohen. Nëse deklarohen musliman, ata në gjykimet e tyre janë musliman. Deri kur? Derisa individuali secili prej tyre nuk jep për diçka e cila nxjerr për fesë Allahu subhanahu wa taala. Jo për shkak të gjykimit. Nëse një vend gjykohet me shariat, ata llogariten musliman, nëse nuk gjykohet me shariat, llogariten xhafira, jo. Kjo është gabim. Nëse deklarohen musliman, gjykohen si musliman dhe nuk gjykohen ndryshe derisa vjen për ta një vërtetim se ata kanë vepruar ata që është kufër ose kanë folë, ata që e nxjerr për feja që në terminologji gramatiike quhet derisa nuk e shohim të ata kufrin e qartë. Në vendet në të cilat njerëzit deklarohen musliman, i jepet selam gjithë secilit, edhe mirës selam me pej gjithë secilit. Njerëzit të cilët deklarohen musliman, por ne janë musliman, derisa të shohim të ata të kundërt e islamit. Njëri thotë ne musliman, ja na shtej çfarë, nuk është, kjo është rregull i gabuar. Ai që deklarohet musliman, por ne është musliman. Ai që thotë shahadetin, por ne është musliman. Kur nuk është musliman, kur vjen diçka që e kundërshton çit shahadet. Atëherë u jepet selam të gjithëve dhe mirët selami nga të gjithë. Kurse në gjykimin e jo besimtarëve, ata të cilët jetojnë në rregullat e shtetit islam nuk nxitohet
me ju thonë selam, por nëse japin atë selam u kthehet, ata pabesimtarë të cilët nuk jetojnë në vendet në cilat gjykohet sipas ligjit të Allahut subhanahu wa taala, aty në asnjë mujibe selami atë nuk kthehet. Dhe muslimanët të cilët jetojnë në territoret ku ka gjykim sipas shariatit të Allahut subhanahu wa taala, nuk është e diskutueshme më çështja e selamit, dhe muslimanët të cilët jetojnë në vende të cilat nuk gjykohet sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata gjykohen sipas asaj që deklarohen, nëse deklarohen musliman, për ne janë musliman derisa nuk e shohin të kundërtën, dhe rregullat e selamit vijnë sikur të gjitha rregullat me muslimanët e tjerë. Atëherë, në përmbledhje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këshillonte që më nxitu me dhënë selam i parë. Kush është vetë me dhënë selam atyre që janë më shumë se sa një njeri dy të tjerë. Kush është udhëhec me dhënë selam atyre që janë ul, me dhënë selam edhe fëmijëve, me dhënë selam edhe grave. Mos më nxitu me dhënë selam atyre që janë pabesimtarë por që jetojnë në sundimin e shariatit. Nëse ata japin selam, nuk ka problem me aktye, mos më dhënë selam atyre të cilët nuk jetojnë në territorin të cilat gjykohet sipas fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nëse ata japin selam, mos më kthye selamin ashtu sikur që u kthye selami muslimanëve në vendet të cilat njerëzit deklarohen si besimtarë llogariten se të tillë derisa nga ata shihet diçka tjetër. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.